Vetëm 1 në 6 turistë që hyrin në Shqipëri në 3 muajt e parë të vitit fjeti në një nga hotelet, bujtinat apo apartamentet me qira ditore të vendit. Kjo të paktën sipas të dhënave zyrtare. Nga rreth 1.7 milion vizitor të huaj, të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se pak më shumë se 270.000 prej tyre u akomoduan për të paktën një natë. Shqipëria ka gati 48% të kapaciteteve akomoduese, i ka apartamente dhe vila që janë jashtë sistemit të kontrollit dhe të shitjes, dhe kjo është një dëm i madh, qoftë për bizneset, dhe ka një konkurrent pandershme, qoftë dhe për mbrojtjen e konsumatorit. Thirrjet e qeverisë, shpesh të shoqëruara me paralajmërime për gjoba, por reflektohen pak në shtimin e deklarimeve nga strukturat akomoduese. Në krahasim me janar-marsin 2025, të dhënat nga Instat tregojnë se numri i akomodimeve u zgjerua me rreth 37.000 apo 16%. Shqipëria ka 107.000 shtretër të regjistruar nëpërmjet sistemit të taksave tatimeve, që përbëjnë hotele, bujtina, motele, dhe ka rreth 30.000 apartamente që përbëjnë gati 90.000 shtretër, që janë jashtë sistemit të taksave, por operojnë nëpërmjet motorëve të shitjes. Të dhënat nga Instat tregojnë se në 3 muajt e parë të vitit pjesa më e madhe e turistëve që fjetën në vend, pak më shumë se 256.000 u akomoduan në hotele. Ndërkohë, nga apartamentet me qira ditore pati vetëm 13.700 akomodime të raportuara. Gjithë ky potencial duhet shfrytzuar, pasi pozicioni gjeografik i Shqipërisë, pozicioni i saj në Ballkan, gradualisht po vjen duke u forcuar. Të dhënat nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit tregojnë se vetëm 1.850 apartamente me qira ditore janë të regjistruara te tatimet dhe paguajnë taksa e tarifa.